Një denoncim kam vërritur në redaksin ton nga një zonjë e cila punon dhe jeton në Gjermani prej 25 vitesh. Ajo ka ndarë përvojën e saj të vështirë në përpjekje për të rimarrë shtetësinë shqiptare, një proces që në vend të lehtësohet është shndërruar në një pengesë burokratike absurde. Që nga data 2 korrik 2024, Gjermania ka ndryshuar ligjin duke lejuar dy shtetësinë. Për këtë arsye, shumë emigrantë shqiptar, të cilët ishin detyruar të hiqnin dorë nga shtetësia shqiptare për të marrë ato gjermane, kanë nisur procedurat për rikthimin e saj. Por siç tregon ajo, realiteti i ka qenë shumë i vështirë nga sa pritej. Ajo ka ndjekur të gjithë hapat e kërkuar, ka marrë nga ambasada shqiptare e Berlinit listën e dokumenteve të nevojshme, përfshirë certifikatën e lindjes, familjare dhe dëshminë e penalitetit nga Shqipëria. Pasi i ka përkthyer në Shqip dhe dorëzuar në ambasadë, i është thënë se gjithçka është në rregull dhe do të dërgohej në Shqipëri për shqyrtim. Por lumturia nuk zgjati shumë, thot ajo. Dokumentet e saj u kthyen mbrapsht nga Ministria e Brendshme me arsyetimin se duhet të dorëzoj certifikatën e lindjes edhe atë familjare nga Gjermania. Kjo kërkesë është absurde, pasi ajo nuk ka lindur në Gjermani dhe për këtë arsye gjendja civile gjermane nuk mund të lëshojë këto dokumente. Kam kontaktuar me Ministrinë e Brendshme shqiptare për t'u shpjeguar situatën. Përgjigjja që mora ishte: "Kështu është urdhri i qeverisë dhe e dim që nuk ju a japin atje. Çfarë duhet të bëjmë, unë dhe shumë të tjerë si unë, kur shteti shqiptar në vend që të na lehtësoj procedurat vetëm i ndërlikon ato." Denoncuesja shpreh gënjimin e saj dhe hedh dyshime se e gjithë kjo është thjesht një show i qeverisë shqiptare për të krijuar idenë se emigrantët janë të mirëpritur, ndërkohë që në realitet vendosen barriera të pajustifikueshme. I bëj thirrje kryeministrit ta rishikojë edhe një herë këtë ligj, i cili u nxorr posaçërisht më 20 nëntor të vitit të kaluar, për të penguar ne emigrantët që të rimarrim shtetësinë shqiptare, thot ajo. Ky rast ngri pikpyetje serioze mbi qasjen e shtetit shqiptar ndaj emigrantëve, të cilët pavarësisht kontributit të madh në ekonomi përmes dërgesave financiare, përballen me një trajtim të padrejtë kur duan të rifitojnë të drejtën e tyre themelore, shtetësinë shqiptare.